nderuar shikuesi, përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Në bisedë me qytetarët në rrjetin social, kryesocialisti Edi Rama foli për shitblerjen e votos, duke ju referuar rastit të një dite më parë, ndalimit të një të riu. Zoti Rama dha mesazhin se askush të mos e bëjë këtë gabim, pasi do të ndëshkohet. Nga Durrësi, ku prezantuan kandidatët për këtë qark, kreu demokrat Sali Berisha sërish deklaroi se vendi ndodhet në një udhëkryq vendimtar, ku qytetarët duhet të zgjedhin mes vazhdimit të abuzimit me pushtetin dhe një modeli të ri qeverisës të bazuar në përgjegjshmëri e transparencë. 40.510 banor të bashkisë Gjirokastër do të ushtrojnë të drejtën e votos për të zgjedhur deputetët e parlamentit për periudhën 2025-2029. Gjithë ky proces do të administrohet nga KZAZ numër 81, e cila aktualisht është duke protokolluar listën e komisionerëve të qendrave të votimit, i cili është ulur krahasuar me 2 zgjedhjet vendore të mbajtura në 2023. Prej gati 10 vitesh, Ramiz Emini ofron guida turistike për vizitorët e huaj. Ai qëndron me varkën e tij të vogël pranë parkut kombëtar të Butrintit dhe i nis guidat nga Kalaja Alipash Tepelenës e deri në turet e midjeve. Ajo është ndër të parët që ka promovuar zonën përmes turizmit lokal dhe tregon se kjo punë, përveç pasionit, i ka siguruar edhe të ardhura për familjen. Në bisedë me qytetarët në rrjetin social, kryesocialisti Edi Rama foli për shitblerjen e votos, duke ju referuar rastit të një dite më parë ndalimit të një të riu. Zoti Rama dha mesazhin askush të mos e bëjë këtë, pasi do të ndëshkohet. Fitori në zgjedhjet parlamentare të 11 majit e shet të sigurt dhe kryesocialisti një herë është kryeministër, thekson se opozita do të humbë. Portieri për barazim luan, se portieri nuk luan për fitore, se portieri nuk bën gola. Thjesht rri aty për mos ngrënë gola, ndërsa ky portieri këtë radhë do haj aq shumë gola amortimiku im, sa do rri duke nxjerr topin nga rrjeta një javë rresht dhe do vëri kujën maçan rrjetën. Në rubrikën Sy në Sy, në bashkëbisedim me qytetarët në rrjetin social, kreu i Selis Ros foli edhe për ndalimin e një të riu në Lushnjë për shitblerje vote. Kam parë që ka dalë këneta me para se kishin kap një zhapik ande nga Lushnja, Divjaka, ku diun ku ishte që jetër. Askush mos ta bëj këtë gabim se është krim që ndëshkohet rëndës dhe nuk ja vlen fare. Hiç. Në bashkëbisedimin me qytetarët u fol edhe për drejtësinë, si dhe për 21 janarin. Që nëse ju e flisni, ju erdhi dita, domethënë të flisni për drejtësi, për ministra, për kryetar bashkish, për personat lidhur me pushtetin politik, po edhe për ish president. Kjo nuk është një ditë që erdhi nga qielli, që t'jemi shumë qartë Alban. Kjo është një ditë që e solli Partia Socialiste e Shqipërisë me mua në krye. Shefi Selis Ros, një herë kryeministër Edi Rama, u ndal edhe në takimet në Bruksele e Luksemburg, atje ku u zhvillua dhe konferenca e 4 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian për hapjen e grup kapitullit të 2 të negociatave. Nga Durrësi, ku prezantuan kandidatët për këtë qark, kreu demokrat Sali Berisha sërish deklaroi se vendi ndodhet në një udhëkryq vendimtar, ku qytetarët do të duhet të zgjedhin mes vazhdimit të abuzimit me pushtetin dhe një modeli të ri qeverisës bazuar në përgjegjshmëri dhe transparencë. Partia Demokratike ka prezantuar kandidatët e koalicionit Shqipëria Madhështore në qarkun e Durrësit. Në fjalën e tij, Berisha tha se pikërisht në Durrës u zhvillua disfata e parë e Edi Ramës, si dhe shpreu nderim për ato gra që sipas tij e bojkotuan Ramën në një aktivitet kombëtar. Ju jeni tashmë simboli fitores më të thellë të opozitës shqiptare, simboli i triumfit, simboli i ndarjes shqiptarëve nga e keqja e përmbysjes diktaturës së dytë
diktaturës së drogës dhe krimit ndaj tyre. Ndërkohë, më herë gjatë ditës, Berisha ironizoi ceremoninë e hapjes së fushatës së kundërshtarëve politik, duke i cilësuar premtimet e Ramës mashtrime. Midis hapjes së Partisë Demokratike dhe asaj ceremonie qesharako parodike në sheshin Skënderbeu të Edi Ramës, në të cilën ai paraqiti vetëm një mashtrim të radhës, pasaportën e europiane të Edi Ramës. Po këtë të hënë gjatë një bashkëbisedimi, Kreu Demokrat foli dhe për programi social të partisë së tij. 40.510 banor të bashkisë Gjirokastër do t'i drejtohen qendrave të votimit për të ushtruar të drejtën e votës për të zgjedhur deputetët e parlamentit për periudhën 2025-2029. Gjithë ky proces do të administrohet nga KZAZ numër 81, e cila aktualisht është duke protokolluar listën e komisionerëve të qendrave të votimit, i cili është ulur me 2 krahasuar me zgjedhjet vendore të mbajtura në vitin 2023. Bashkia Gjirokastër ka afishuar listat përfundimtare të zgjedhësve që do të votojnë në parlamentaret e 11 majit. Në to numërohen në 40.510 persona, pa përfshirë emigrantët e regjistruar në platformën PER. Janë 65 qendra votimi në të gjithë KZAZ-ën 81 të Bashkisë Gjirokastër. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, këtu kemi 2 qendra votimi më pak. Kjo ndodh për shkak të sepse janë mbyllur 2 qendra votimi, në bazë të ligjit duhet jenë mbi 300 votues që një qendër votimi të jetë e hapur. Dhe 2 fshatra, një në Këllës dhe një në Prongji, që nuk arrin këtë numër, janë mbyllur. Dhe këta votues janë transferuar në një qendër votimi ngjitur me fshatin e tyre që duhet votojnë. Për këtë bashki, gjithë procesi zgjedhor do të administrohet nga KZAZ numër 81 që përbëhet nga 7 antar. Në kjo përbëhet nga 3 antar që ka Partia Demokratike që ka dhe kryetari, 2 ka Partia Socialiste, 1 Partia e Lirisë dhe 1 Partia Social-Demokrati. Të njëjtën përbërje do të kenë edhe komisionet e qendrave të votimit. Vetëm se ato janë ndarë me një numër endor, siç kemi vendosur ne. Ne vendosëm të gjitha qendrat e votimit, do të thonë 65 qendra votimi, i bëjnë një numër endor. Dhe numri endor tek i takon Partisë Socialiste të mbar kryetarin dhe numri endor çift i takon Partisë Demokratike. Do të thënë, ai që ka kryetarin ka drejtë të zgjedhë antarin e 7. Do të thonë dan 3 me 2. Aty ku ka Partia Socialiste ka 3 antar, aty ku ka Partia Demokratike ka 3 antar. Dhe në të gjitha komisionet një antar e ka Partia e Lirisë dhe një e ka Partia Social-Demokrati. Sa grupe të tilla do të kemi në pikërisht në këtë pallat sporti? Po, ligji thotë që nëse ke mbi nga 50 deri në 80 qendra votimi, duhet të kesh 5 grupe numërimi. Dhe këtu do ketë 5, meqenëse ne kemi 65 qendra vendore, këtu do të ketë 5 grupe numërimi. Dhe grupet numërimi do përbëhen nga 4 antar. Një antar do të ketë Partia Demokratike, një Partia e Lirisë, që janë quhen partia opozitare, dhe një ka Partia Socialiste dhe Partia Social-Demokrate, kanë nga një antar, do të thënë 4 antar. Ndërkohë, në KZAZ-ën 81 nga partitë përkatëse janë dorëzuar listat me emrat e komisionerëve të qendrave të votimit, të cilat janë në proces protokollimi, ndërsa brenda 30 ditëve duhet t'i dorëzohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të hënën e datës 14 prill ka nisur shpërndarja e fletëve të para të votimit për shqiptarët që jetojnë në jashtë vendit dhe janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Për herë të parë, diaspora do të ketë mundësi të ushtrojë të drejtën e votës nga jashtë kufive të Shqipërisë. Por çfarë duhet të dinë votuesit nga jashtë për të garantuar plotësimin e duhur dhe dërgesën e fletës së votimit? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgatitur një videomesazh që ju ftojmë ta ndiqni. Votuesit nga jashtë vendit mund të votojnë për Kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjet e 11 maj 2020.
të operatorit postar DHL dhe mbylleni këtë zarf. Pasi keni përfunduar, telefononi shërbimin Express DHL sipas shteteve ku jetoni. Ju këshillojmë që të dorëzoni zarfin e kthimit te korrieri brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit zgjedhor me qëllim që ai të mbërrijë në Shqipëri jo më vonë se ora 19:00 e datës 11 maj 2025. Posta është e paguar nga KQZ. Vota jote, zëri yt për Shqipëri. RSH Gjirokastër ka ngritur task force-ën dhe ka hartuar një plan masash për të siguruar një mbarvajtje të sezonit të ri turistik, ndërsa fokusi veçantë do t'i kushtohet mirëmbajtjes së segmenteve rrugore, pastërtisë, si dhe ndalimit të ndotjes akustike, pra të punimeve, sidomos në zonat urbane dhe ato me fluks të lartë vizitorësh. RSH Gjirokastër me afrimin e sezonit veror ka ngritur task force-ën për menaxhimin sa më efikas të sezonit turistik. Paralelisht është hartuar edhe plani masave që synon mbarvajtjen e këtij sezoni, veçanërisht në akset kryesore që përshkojnë zonat turistike. Siç është bërë traditë të vitet e fundit, çdo vit para sezonit turistik veror krijohet task forca për përballimin e sezonit turistik veror. Kështu gjatë kësaj periudhe është krijuar dhe funksionon kjo task forca, njëkohësisht është hartuar dhe një plan masash i gjerë për sezonin turistik që po presim. Drejtimet kryesore të këtij plani të masave janë: së pari është një vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe menaxhimit të mbetjeve të ngurta përgjatë rrugëve kryesore, ndërsa do të ndalohen edhe punimet që shkaktojnë ndotje akustike, sidomos në zonat urbane dhe ato me fluks të lartë vizitorësh. Ky është një problem shqetësues gjithë këto vitet e fundit, për këtë kemi dhe një bashkëpunim me strukturat e bashkive që sipas përkatësisë akseve rrugore, në mënyrë që mos të kemi më depozitime ndërtimore dhe depozitime të ngurta që hidhen në afërsi dhe në anës rrugëve nacionale. Do të ndërpriten të gjitha investimet, të gjitha punimet që janë në afërsi të plazheve, në afërsi të destinacioneve turistike, të monumenteve të kulturës, janë të vizitueshme gjatë sezonit turistik. RSH Gjirokastër thekson se të gjitha strukturat janë të angazhuara për të garantuar sigurinë, pastërtinë dhe një përvojë sa më të këndshme për vizitorët që do të zgjedhin jugun gjatë kësaj vere. Në prag të sezonit veror, Spitali Petronako në Sarandë shton masat për përballimin e punës që rritet me ardhjen e turistëve në shërbimin e urgjencës. Numri i vizitave ditore, nëse sot shkon deri në 40 në 24 orë, me ardhjen e verës ai pothuajse katërfishohet. Në Spitalin Petronako të Sarandës, urgjenca është në çdo kohë porta e parë dhe treguesi i parë për nivelin e shërbimit shëndetësor që ofrohet. Mjeku i urgjencës Elton Habili tregon se ngarkesa ditore tani është 30-40 raste në 24 orë, duke shërbyer popullatës nga disa bashki si Konispoli, Finiqi e Delvina përfshir edhe një radhë fshatrash të Bregdetit. Urgjenca jon veçanërisht është që i pret pothuajse të gjitha problemet e qarkut të Sarandës, të Delvinës, të Konispolit, mundësisht edhe fshatrat e Bregdetit. Përgjithsisht kemi gjithmonë ngarkesë. Kemi pasur shumë raste, mund të jenë 30-40 raste çdo ditë në këtë periudhë. Hyrja në sezonin veror për repartjen e urgjencës Sarandë do të thotë jo shtim të personelit, por shtim të masave për të përballuar shërbimin që sipas praktikës shkon nga 100 në 200 pacientë që ka nevojë për shërbim mjekësor. Në periudhën e sezonit ka shumë ngarkesë dhe ngarkesa është nga 100 pacientë deri në 200 pacientë mund të jenë në ditë, në një ditë 24 orashe. Ne siç thash që jemi vetëm 4 mjekë që punojnë në urgjencë dhe mjekët specialistë që na ndihmojnë në rastet që janë për tek specialisti. Saranda vazhdon të jetë një qytet në rritje, kjo përkthehet në nevojë të rritur për të marrë shërbimet mjekësore në kohën dhe me kompetencën e duhur, ndërsa sezoni veror që është në prag vlerësohet edhe si pragu i një pune të shtuar në shërbim të banorëve dhe pushuesve. Prej gati 4 vitesh, Rami Zemini ofron gujda turistike për vizitorët e huaj. Ai qëndron me varkën e tij të vogël pranë parkut kombëtar të Butrintit dhe i nis gujdat nga Kalaja e Alipash të Pelenës e deri tek turet e midhjeve. Ai është ndër të parët që ka promovuar zonën përmes turizmit lokal dhe tregon se kjo punë përveç pasionit i ka siguruar edhe të ardhura familjare.
Ramiz Emini ka afro një dekadë që i është përkushtuar guidave turistike për vizitorët e huaj që vinë të zbulojnë bukuritë dhe historinë e jugut të Shqipërisë. Me një varg të vogël, ai është ndër të parët që nisi të ofronte shërbime turistike pranë parkut kombëtar të Butrintit, duke udhëhequr vizitorët drejt Kalas Ali Pash të Pelenës, një nga pikat më tërheqëse për të huajt në këtë zonë. Unë jam nga një të parët i kam hapur punën para 10 vjetëve këtu, me një bark druri, edhe mbi rjeta e çoja turistat të Kalas Ali Pashës, që më thotë, nuk di as gjua as gjë me ta. Kishte interes. Avash filloi puna dhe sot punojmë kaq barka këtu. Për të Kalas Ali Pashës, në ishullit Tongo për plazh. Atë parë mua deti se unë jam rritur këtu në lart një fshat 5 kilometra jam rritur këtu në ujra. Edhe ku jam. Cili fshat jeni ju? Nga Xara. Edhe nga emigrimi ku jam kthyer kam prur një skaf në 2010 me 2 motora këtu, vetëm me ëndrrën për ujë, e shita. Pra pasioni. Po. Me kalimin e viteve Ramizi ka zgjeruar ofertën e tij, duke ndërtuar eksperienca të reja për turistët që duan të eksplorojnë më shumë se sa vetëm Kalan. Një prej tureve më të veçanta që ai ofron është ai i midjeve, që u prezanton vizitorëve prodhimet lokale dhe mënyrën e jetesës në zonë. Bëjmë pastaj turet e midjes. Kemi një javë që kemi filluar turet e midjes, njerëz të interesuar për të parë midjes se si rriten të vogla të mëdha. Atje janë krudo me limon me vaj ulliri në bark. Tani këto kohë të fundit kemi filluar dhe një kazaj të vogël vazhdim. Unë kam rreth 10 ditë që punojmë dhe me ato agjencitë. Janë dhe njerëz tu rastisht për shkak që kanë interes për Kalas Ali Pashës. Për Ramizin kjo punë është më shumë se një profesion, është një pasion që e lidh fort me vendin e tij. Ai rrëfen se përmes guidave ka mundur të sigurojë të ardhura për familjen, ndërkohë që ka ndihmuar në promovimin e zonës. Me ardhjen e pranverës ai vëren një rritje të interesit nga turistët dhe shpreson që sezoni të sjellë edhe më shumë vizitor, duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit lokal. Industria e turizmit në qytetin e Sarandës është angazhuar gjatë kësaj periudhe për të shtuar personelin për gjatë sezonit turistik. Rreth 800 punëtorë të huaj do të punësohen pranë subjekteve të hotilerisë në Sarandë dhe Ksamil, dhe kështu ky qytet nuk do të vuajë më për mungesën e fuqisë punëtore. Një prej sfidave më të mëdha në Sarandë ka qenë shtimi i një personeli të kualifikuar për gjatë gjithë sezonit turistik. Kreu i turizmit Arben Qiba bën me dije se risja e këtij viti është se 800 shtetas të huaj do të punësohen në Sarandë dhe Ksamil në industrinë e turizmit. Ajo çka mund ta quaj risi në fakt është se rreth 800 punonjës të huaj, flas për Sarandën dhe Ksamilin, do të jenë prezent për të ndihmuar industrinë tonë gjatë këtij sezoni. Dhe këtë them pasi para 2 javësh personalisht pata një vizitë te zyre punës dhe aplikimit kishin arritur deri në 813 diku aty, kështu që gjykoj se ky numër do të jetë shtuar. Gjatë gjithë kësaj periudhe, sektori i turizmit është angazhuar plotësisht dhe kanë marrë masat e duhura për të vijuar një sezon sa më të mbar. Dhe kjo vjen si faktor se industria duhet jetë gati dhe padyshim duhet marrë masat para se problemet fillojnë për sa i përket shërbimit. Se si ata do të sillen, se si do të na shërbejnë, ky bilanc bëhet fund sezonit dhe padyshim do të kemi marrë eksperiencë për vitin pasardhës. Qyteti i Sarandës po synon të arrijë suksesin e shënuar vitin e kaluar, por edhe të avancojë turizmi në një nivel të ri. Kafshët shtëpiake luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Specialistët theksojnë se është e domosdoshme t'ju ofrojmë atyre kujdesin e duhur me vaksinimin dhe ushqimin. Kujdesi për kafshët shtëpiake është shtuar ndjeshëm vitet e fundit. Mjekja veterinere Aidona Qiriaqi thekson se ndërgjegjësimi i njerëzve për mirëqenien e 4 putroshve është rritur dukshëm, jo vetëm në lidhje me ushqimin, por edhe me vaksinimin dhe trajtimin me medikamente të ndryshme, në varësi të sëmundjeve që ato mund të kenë. Përgjithsisht jemi të fokusuar te kafshët e shoqërimit, tek qentë dhe macet, por dhe kafshët e tjera nuk ngelen pas. Ndërgjegjësimi ka filluar, ka akoma nevojë që njerëzit të ngjërsojnë për pjesën e përkujdesjes së kafshëve, duke nisur që nga pjesa e vaksinimeve dhe sjelljes te veterineri në kohën e duhur kur ato kanë problematika apo kanë shenja të sëmundjeve të cilat nëse nuk sillen në kohë mund të jenë edhe fatale për kafshën. Është e mira që të nisin me kokrën antiparazitare fillimisht dhe në moshën 45 ditore të vazhdojnë me vaksinën e parë.
pas 21 ditësh, e mira është të kryet doza e dytë e vaksinës dhe me një interval kohor për 21 ditësh të kryet doza e dytë e vaksinës së dytë. Në total bëhen 3 vaksina polivalente dhe një vaksin për tërbimin. Ndër të tjera, Qiriaqi shton se ka shumë vullnetar që sjellin kafshë endacake për t'u ofruar trajtimet e nevojshme. Me kalimin e viteve është rritur ndjeshëm dërgjegjësimi i qytetarëve, ka filluar të funksionojë edhe pjesa e adoptimeve. Ne sugjerojmë shumë sterilizimin dhe kastrimin për të shmangur pjesën e mbipopullimit dhe ka dhe shumë benefite të tjera në pjesën e shëndetit. Kafshët shtëpiake luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Specialistët theksojnë se është e domosdoshme t'u ofrojmë atyre kujdesin e duhur, jo vetëm për mirëqenien e tyre, por edhe për shëndetin dhe sigurinë e vetë njerëzve. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të informacioneve të përgatitura për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirë takofshim, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim.